إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله نفرمون باشا dhe mëshira Allahu qoftë mbi krijesat e dashura të Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj lutim Allahun azza wa jalla që Allahu na shton deturinë e dobishme, të na mbron për ato që s'ka dobi, na bën të sinqert në fjalë, në veprat, në thirrjen tonë. Lutim Allahun azza wa jalla që të na bën pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të na bashkon në Jannatul Firdaus me pejgamberit, me shehidët, me dietarët, me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ashtu që na ka bashkuar në këtë mekteb. Pastaj vazhdojmë inshallah me shpjegimin e librit Aqidat Ahli Sunnah wal Jamaa ala daw al-kitab was sunnah. Akida ehli sunnit dhe xhamatit sipas drejtës së librit pra të Allahut, Kur'anit dhe sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kemi arritë tema hukmu murtakib al-kabira. Pra çfarë gjykimi ka ai i cili bën mëkate të mëdha? Çfarë gjykimi në shariat, në islam ka ai i cili bën mëkate të mëdha? Njerëzit janë nda në disa mendime dhe në fund të kallëzojmë mendimin e ehli sunetit dhe xhamatit. El-qawl al-awwal, pra mendimi i parë, anna murtakib al-kabira kafirun fi dunya mukhalladun fi an-nar fi al-akhirah. Mendimi i parë thotë ai që bën mëkate të mëdha është kafir. Më thonë në dunjo, kurse në ahiret është përgjithmonë zjarr të xhenemit. Wa hadha qawl al-khawarij. Dhe kjo është mendimi i khawarijve. Pra, për khawarij pejgamberi alayhis salam ka thonë kilabun nar, janë qenë të zjarmit. Allah sigurt ti kisha takuar, kisha shkatruar, kisha mbitur, sigurt se që kanë mbitur Allah popullin e më thonë popullit më parshëm që kanë qenë, dhe ka treguar pejgamberi sa për khawarij se do të ketë gjithmonë khawarij. Edhe ato dalin kur muslimanët domethënë kthjellën, kur muslimanët kthehen nga dini ka feja, ato dalin domethënë bëjnë fitnë ata. Më thonë këto kilabun nar e kanë vetë alin për khawarij, ka thonë ikhwanuna baghaw alena. Janë vëllezërit tonë që janë shku kundra neve. Pra Ali radhiyallahu anhu si ka shpall kafira ata khawarij, edhe se ka dietar që i shpallën domethënë kafira. Por Aliu dhe ka thonë ikhwanun, ata vëllezërit tonë. Inma farru min al-kufr. Ata kanë dashur me ikpi kufrit, ata edhe kanë ra. Kurse duke ikpi kufrit, edhe kanë ra, domethënë mëkate të mëdha, edhe domethënë kanë bë, domethënë mëkat Allahu azza wa jall, edhe khawarij i kanë dilsi ata ma kryesore. وهو من أصولهم المعتمدة الذي رتبوا عليه استحلال دماء المسلمين. Dhe pasi që i kanë shpoll këto që bëjnë mëkate të mëdha, i kanë bërë domethënë kafira, thotë këto e kanë bërë halal gjakin e muslimanëve. والقول بوجوب الخروج على أئمة الجور. Dhe mendimi i këtij domethënë është se e kanë vajib me dal kundra imamave kundra khalifeve muslimanëve që janë mëkatar, që janë zullumqtar. Thotë është vajib me bë krye ngritje. Është vajib, është obligim, këto për mendimet e khawarijve, është prandaj që khawarij se kanë bë khuruj, kanë dal kundra prisave të muslimanëve edhe nëse janë mëkatar. Lianhum fi nadharihim kufar, sepse ata mendojnë se janë kafira për shkak se kanë bë mëkate të mëdha, prisat e muslimanëve, edhe thotë e kemi obligim me dal kundra tyre ata. Muçunë. Këto janë khawarij. Kjo është grupi i parë që grupi i parë që ka dalën në islam janë khawarij ata. Për emrave të khawarijve është al-azariqa, al-muhakkama, al-azariqa, al-najadat, al-ajarida, wal-ibadiyya, was-sufriyya, janë më thonë 20 firqa janë khawarijve. Pastaj janë degëzu këto ata. Janë degëzu në dega.
prej gabimeve, më thonë, çka kanë bëu këto, i kanë bëu qafira disa prej sahabëve afton. Më thonë, e kanë bëu Ali radiallahu anhu qafir, e kanë shpall, Amr ibn Asin, Ebu Musa al-Ash'ari, prandaj edhe e kanë vrarë Ali radiallahu anhu Khawarisht. Abdurrahman ibn Muljim quhet ai i cili e ka vrarë Ali radiallahu anhu. Kilabun nar, ke hadith? Po, e përmendë parë. Janë kilabun nar. Po hadith, kilabun nar. Janë qenë zjarmit ata. Edhe Ali radiallahu anhu ju ka thonë përderisa ata nuk e derdhin gjokin e muslimanëve, ne kina me usill mirë me ata. Sa ata janë nda. Pse janë nda prej muslimanëve? Sepse kanë thonë se Ali radiallahu anhu i ka gjuku njerëzit për meseljen, për mosmarrveshjen mes që e kanë pas mes Alius edhe mes Muavijës radiallahu anhu. Pra e kanë zgjedhur ato një gjukat nga ana e Alis dhe një gjukat nga ana e Muavijës, edhe pastaj janë konsultuar që me pasën, më thonë, përmirësim me mesin e tyre. E pse Ali radiallahu anhu ka pranu thot që me pasën gjukas, më thonë, i thënë meselë të tahkim, i thënë, arbitraj, i thënë shqip, meselë të tahkim, ka pranu me pasën gjukas mesin e që kanë pasë për qarën mes tyre. Dhe për këtë arsye, Ali radiallahu anhu i ka quhe, kur janë nda ata, i ka quhe me debatu Ibn Abbasin. Ibn Abbasin, thonë, është tërgjuman e Kur'an, përkthyesi i Kur'anit, e kur ka shku me debatu, e përmena litë se ka shku me teshat bukra, kanë thonë, që këto aftën e dojnë dënjon, ato kanë qenë shumë havarisht, shumë, ka thonë, i dërguar i Allahut, tahqiruna salatekum. Kur të shifni ato, qatë shumë bëjnë ibadet, zahida, slakmën dënjon, ju keni me nënshmuhe, ka thonë, adhurimin tuaj ato. Dhe kur ka shkuhe me teshat bukra, kanë thonë, lene kanë thonë se këto e dojnë dënjon, pastaj Ibn Abbazi ka thonë, e kom vallaj se kom pa pejgamberin sa me një tesh të bukur, e kam marrë hudba aftan me tesh të bukur. Edhe pastaj kanë pranuar me debatu, edhe kanë thonë, çfarë problemi keni? Kanë thonë, pse jeni do prej Aliut radiallahu anhu? Po thot Alia e para çat pyetje, më thonë, çka e përmenda, ka pranuar thotë që të gjykoj njerëzit, që të marrë mendimin e njerëzve aftan. Inil hukmu illa lillah. I kanë ngritë Kur'anat, kanë thonë, inil hukmu illa lillah, hukmi, gjykimi të kanë vetëm Allahut aftan. Edhe ka thonë Ali radiallahu anhu, ka një këtë fjallë për aty, ka thonë, fjallë e vërtet, se shëllë Allahut, urid e bil batil. Është fjallë e vërtet, mirë po kanë për qëllim të kotën. Më thonë, nuk e kanë qëllimin e mirë. Kjo është e para. Pase Abdullah ibn Abbazi ka thonë se edhe Allahu thotë në Kur'an, nëse kanë mos pajtim burrë dhe gruaja, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Thotë, sjellni një gjykatës prej, domethënë, familjes së gruas, edhe një gjykatë, domethënë, se s'mund mu pajtua thonë vetë, atëherë duhet del problemi tek familjarët. E Allah duhet me pruni gjykatës prej familjes gruas edhe familjes burrit, atëherë pasat për mi përmesu, in aradu islam, yuwaffiqillahu bainahum. Nëse do të më përmesu Allahu i bashkon prapë ata. Ato bëjnë përmesim edhe bashkon burrin e gruas. Allah i ka bërë gjykatës. Dhe Abbasi ka thonë se Ali radiallahu anhu i ka bërë gjykatës, se edhe Allahu ka pranuar thotë gjykatës me pasën mesin e kur kanë probleme me njerëz. Më thonë, këtë çështje u ka përgjigj. Çështja e dytë thotë, pse thotë, çfarë kundërshtimi keni ndaj Alis? Thotë, ai s'ka pranuar me qenë emirul mu'minin. Atëherë është emirul kafirin. Përdesa s'pranon me qenë emirul mu'minin, emiri besimtarve, atëherë ai është emiri i kafirave. Ali radiallahu anhu e ka pas qëllimin që përderisa nuk ma kanë dhënë bej'an, betimin të gjithë muslimanët tonë, edhe ka thonë, nuk ka pranuar për një kohë të saktuar me qujtë emiri besimtarve. Pastaj Ibn Abbasi i ka thonë se që ka ndodhur edhe në kohën e luftën e Hudejbis, marrëveshjen e Hudejbis, kur kanë bërë marrëveshje, ata mushrikët e Mekës kanë thonë Muhammedu Rasulullah, ka thonë vesh Muhammed shkruajnë, Rasulullah fshin, hek naft. E thot Ibn Abbas edhe
Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bile bash Ali ka prezant, ka thonë vallahi Rasul ka thonë se fshin Resulullah, se unë besoj. Pejgamberi ka thonë tregoni ku është se s'ka me lexuar me shkruajt, i kanë treguar se këtu shkon Resulullah, pejgamberi alayhis salam e ka fshihat. Edhe ka fshi. Do të thonë i tregon Ibn Abbasit edhe përderisa ata se kanë pranuar si pejgamber, tamam. Edhe Khawarij se kanë pranuar, do të thonë kur kanë pas marrëveshje, Ali s'ka pranuar me konon Emirul Mu'minin. E pastaj mësona e ka planuar, thonë. Arsyeja e tretë pse janë ndo është në luftën Marakatul Jamal. Marakatul Jamal është lufta mes Aliut radiallahu anhu dhe Aishës radiallahu anha. Aisha radiallahu anha ka dalën për mi bo bashkë muslimat, për mi bashku muslimat. Ka menduar se unë jam gruaja e pejgamberit sallallahu edhe muslimanët kanë bu bashku me. Kur ka dalë pastaj është bërë një fitnë mes tyre dhe ka ndodhur luftë mes ushtarëve të Alis edhe të Aishës radiallahu anha. E ka thonë këto, pse nuk i ka robru? Pse nuk i ka robru, dhe më thonë ato në robret, asë s'ka marrë, dhe më thonë, plashkat luftës, asë i ka robru këto, dhe më thonë, gratë robret, asë i ka bo. E ki ka thonë, Allah thotë Kur'an, wa nisa'uhu ummahatuhum. Dhe më thonë, gratë e pejgamberi alayhis salam janë nonat e tjere. E thotë, çëshmi i robru apëto në nonat e besimtarëve. E pastaj kur i argumenton me këto argumente Ibn Abbasi, atëra një grup i madh prej atyre largohen prej Havarijve, edhe kthehen thon prapë te Aliu radiallahu anhu. E pastaj kur e kanë dhënë gjakën e muslimanëve, Khabab ibn Eretin. Khabab ibn Ereti, subhanallahu, ka pasur shumë tortura prej mushrikëve. Po e kanë dalë me një rrugë të Havarisht, ai sahabe subhanallahu, sahabët e pejgamberit i kanë bërë tekfir, i kanë bërë kafir, i kanë therr. Edhe gruën e Khababit e ka qenë shtazon, e kanë prej barkun, edhe Khababin e kanë mbitë ata. Edhe atëra Ali radiallahu anhu ka thonë shtash e kanë tepruar Havarisht. Shtash e kanë tepruar Havarisht, ka thonë për disa nuk veç me gjuhë kanë person atë në qafila, kita mbi vra, kita mbi mit, për disa veç me gjuhë kanë, ka thonë nuk marrim hapa. Por kur ta derën gjakën, atëherë Ali radiallahu e përgatitur ushtrinë dhe bëhet lufta në Haravenit, apo thonë. Edhe Ali radiallahu anhu i vret të gjithë Havarisht. Veç të ramesin, ato thonë se shpërndohen të Haravenit, pastaj ata e përhapin këtë fikrin apo, këtë idenë apo. E ka thonë pejgamberi sa në mesin e të vrave të Havarijve, këtë kjo në mugjizë, është një njeri i cili krajin e ka, më thonë, sigur se gjini i gruës. Ali radiallahu ka thonë, shkojni lipne, kërkojni gjene, ka thonë, shkojni gjene, edhe lipne qatë, shkojni kërkojni, në për të vdej kërët e kërkojni së në gjene, a thonë. Pasaj vinë, ja, Ali, së në kina gjetë. Thotë, shkojni, thotë se pejgamberi se më ka thonë. Unë jam i bindur se është në mesin e tyre. Edhe për të tjerë shkojnë e kërkojnë se për shtret tjerë apëton e gjenë atë njëri apëton, atëre që sot Ali radiallahu se me të vërtet i paskëm vrafët edhe ato Havarisht apëton. E kështu dhe me thonë ka qenë në fundi i tyre, mirë po ato përsëri janë shpërnda apëton, përsëri janë shpërnda. Thotë Abdullah ibn Omeri për Havarisht edhe pak, thotë ذهبوا إلى الآيات التي أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. آيات që kanë zbrit për kafirët i kanë bërë tatbik, i kanë realizuar tek besimtar. Për sifateve të Havarijve, ajetet të cilët kanë zbritur tek për kafirët, ata i kanë realizuar tek besimtarët. Për shkak se i shpallin kafirët edhe besimtarët muslimanë dhe pastaj sikur që thash edhe Ali radiallahu anhu, Abdurrahman ibn Muljim e vret Ali radiallahu anhu. Edhe kur e marrën e pyesin thot, ai kërro pishmonit, Ali e ke vrarë, tu pas gjithë të hadithe për vlerën e Aliut radiallahu anhu, është ka thonë pejgamberi për Aliun ti je në pozitën e Harunit me Musa, unë Musa ti Harunin. Çat poziti ka thonë Aliut. E sa vllata për Ali radiallahu anhu, ka thonë vallahi wa billahi, thot unë jam krenar edhe shpresoj që kam fitu Firdausin me këtë vepër që kam bërë. E ka vrarë Aliun radiallahu anhu. Kjo është grupi i parë, domethënë, për që thonë se lonsin mëkatari i madh është kafir. Mëkatari i madh është kafir. Këto janë Havarij. Bismillah. Havarijët janë gjithë muslimanë. Po, Havarij domethënë ajetet të cilat kanë shkruar, ajetet të cilat kanë zbritur për kafirat, ata i realizojnë, i zbatojnë
tek muslimanët. Ata i zbatojnë tek muslimanët. Se ka shumë e volur ka thonë pejgamberi sa për Hawari, ka thonë yaqtuluna ahlul islam yatrukuna ahlul awthan. Hawari i vrasin muslimanët, i lën rahat ato mushrikët, i lën rahat kafirat. Prandaj ato e dinë ato pastaj i përdorin për kundra muslimanëve. Kur janë nevojë për ato i lëshojnë ato i mshën muslimanëve. E pejgamberi sa thonë i fundit ka me pasu dëxhallin. Për Hawari. I fundit për tyre ka me pasue dëxhallin. Bismillah. القول الثاني. Mendimi i dytë për lëndsin për ato mëkate e mëdha vëllazër, për mëkatarin e madh, ai që vepron me mëkate të mëdha, është anna murtakib al-kabira laysa mu'minan wala kafiran. Do të thonë as nuk është musliman, as mu'min nuk është, as nuk është kafir, ولكنه في منزلة بين منزلتين. Ai është në mes depozitave. As musliman, as kafir. هذه حالة في الدنيا. Kjo është dunja, thotë. Kjo është gjendja e tij është kështu në dunja. Pra ai as, domethënë nuk është muslim mu'min, as kafir nuk është. Mirë po ai është në mes të këtyre depozitave. Thot kjo është gjendja e tij është në këtë dunjë. Ema fil akhira fala yadkhulu al janna, kurse në ahiret s'ka mirë xhenet. Bel huwa khalidun fi an-nar, ai është përgjithmonë në zjarr, wa hadha qawl al-mu'tazila. Kjo është fjala, kjo është mendimi i mu'tazilive. Është mendimi i mu'tazilive. Kush janë mu'tazilit? Gjithashtu edhe kjo është një grup apo që ka dalë apo në kohën në fundin e periudhës së Emevive ka dalë. Dhe në fillimin e periudhës së Abasidëve. U ka përhap më shumë, të cilët kanë thonë se është Kurani është i krijuar, por edhe për këtë arsye Imam Ahmed ibn Hanbali e kanë torturuar, e kanë maltretuar shumë, apo thonë, e kanë rrep shumë për këtë fjalë, se ka thonë se Kurani nuk është i krijuar. Kurani është, domethënë, fjala e Allahut. E domethënë, në akide çfarë gabimi kanë këto? Ata japin përparësi me mu'tazile, vetëm japin mendjes, japin përparësi mendjes. Nëse vjen mendja në kundërshtim me fjalët e Allahut, ata japin ose fjalë e Allahut dhe fjala e pejgamberit vjen kundërshtim me mendjen, ata japin përparësi logjikës ato. Edhe këtë kanë marrë, janë qenë dikum prej filozofëve, grek ato, më thonë në atë kohë Yunanit. Mendimi i tyre për nëherë janë përgjithmonë në zjarr, andonjë janë as musliman, as mu'min, nuk janë as. Kështu e mendojnë, fil menzile bejnë menziletain. Mes Kërkun se ka këta këtive. Po, këto dhe me thonë, kërkun s'janë apëtan. Këto e mu'tazilë që japin përparësi logjikës. Këto dhe me thonë, cilësitë e Allahut i mohojnë, normal, të gjithë cilësitë e Allahut, mu'tazilit të gjitha cilësitë e Allahut i mohojnë. Subhanallah. Nuk është Allahu lartë, as poshtë, as anës, as gjathë. Cilësitë e Allahut, fytyrën, dorën, dhe atje, dhe me thonë, qenjes e Allahut, ato i mohojnë. Kjo është mendimi i dytë. El-qawl al-thalith, mendimi i tretë, thotë ennehu mu'minun kamil iman. Ai që bën mëkate të mëdha, mëkate është mu'min. E ka imanin të plot. Wa huwa qawl, sa fjalë është kjo, kush e di? Murji'a, ja, murji'a. Po. Qawl al-murji'a. المبني على معتقد بأنه لا يضر مع الإيمان معصية. Ato besojnë se çfarë do gjuna që bën imanin se dëmton. Prapë imanin e kit fort e kit si domethënë Ebu Bekrit, si pejgamberit, dakor. Wala مع الكفر طاعة. Domethënë nuk la يضر مع الإيمان معصية. Domethënë imanin asnjë mëkat nuk e dëmton, por as, domethënë, respektin ndaj, domethënë, edhe respekti ndaj Allahut nuk e nëse bën respekt as kufri nuk bëhet kafir apo. Nuk e nxjerr kurrë për Islamin. Domethënë se thotë shahadetin edhe kia apo është mu'min, sigurisë Abu Bekr Siddiq. Këto janë murxhiet ato, cilët prej fjalës, domethënë shpresë, domethënë i marrin ajetet e shpresës, edhe i lën ajetet murxhiet i marrin veprojnë vetëm me ajetet e shpresës, ndërsa ajetet e kërcënimit dhe qortimit ata as pak nuk i marrin në konsiderat. Po.
Edhe nëse bën kufër, apo të s'del për imanit, nuk e dëmton. Nuk e dëmton imanin, apo. Asgjë. Prandaj edhe disa prej murxhive, domethënë, si janë ato murxhiet el-Jahmiyye, ato thonë marife, imani është marife. Edhe iblisin e shtin në këtë definicion. Se edhe iblisi marife e ka njohur, e ka njohur Allahun, thonë se edhe iblisin e bëjnë mu'min ato. Kjo është domethënë ato që janë neglizhencit. Këto xhawarij janë domethënë kanë shku shumë, e kanë tepruar din, e këto kanë shku tepër. Prandaj edhe tani i ke prapë ki me thep subhanallahu. Ki mendim. Edhe kanë thonë Allah për portë disa ka thonë, disa se kanë, alhamdulillah ka pas mirë Allah. Ka pas zebra. Kanë thonë se çka duhet më vesh këtu e sharën ti thon për banorëve të Firdausit. القول الرابع هذا kjo është kauli fjala mendimi i katërt, mendimi i ehli sunnetit. أن صاحب الكبيرة لا يسلم اسم الإيمان على الإطلاق. Thot nuk del, më thon ai mëkatari i madh nuk del nga rrethi i imanit plotësisht. As nuk e ka plotësuar imanin apo. Për shkak të mëkateve. Nuk del nga rrethi i imanit plotësisht, as nuk e ka plotësuar imanin. ولا يعطى له على الإطلاق وإنما هو مؤمن بإيمانه. Pra ky është mu'min me imanin e tij që e ka. Pra është folin për mëkatarin, për mëkatin e madh, që bën mëkatin e mëdha. Fasiku bi ma'siyati, është fasik me mëkatet që i vepron. Pra është mu'min, kështu është mendimi mesatari i ehli sunnetit. Wa inma huwa mu'minu bi imanihi, ky është mu'min për shkak të imanit që e ka dhe është fasik, ka dal, fasik është ai që del prej rrugës së Allahut, është fasik për shkak të mëkateve që i bën Allahut azza wa jall. Tahta mashiyati Allah fi dar al-akhirah, kurse në ahiret është në mëshirën, në dëshirën, jo mëshirën, në dëshirën e Allahut. Në ahiret është në dëshirën e Allahut. Insha Allahu adhabahu, nëse don Allahu e dënon, wa insha ghafara lahu, e nëse don Allahu ja fal atij. Kjo është mendimi i ehli sunnetit mesatar. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. Kjo është mendimi i, më thon besimi i أهل السنة والجماعة. وإليك بعض الأقوال, edhe disa fjalë të ehli sunnet dhe disa argumente nga Kurani edhe nga Sunneti. Thot Imam Ahmed ibn Hanbali: ومن لقيه مصرا غير تائب, atë që e ze vdekja, thot. Atë që e ze vdekja duke mos u penduar në, më thon, për mëkatin. غير تائب, musirr, vazhdon në mëkat, edhe vdes ashtu në mëkat, pa penduar. Min adh-dhunub allati qad istawjaba biha al-uquba, prej mëkateve që i detirohet dënimi për shkak të mëkateve që i bën, fa amruhu ila Allah. Thot çështja e tij është tek Allah. Edhe njerë, ai i cili, domethënë, atë të cilin e ze vdekja duke qenë insistues në mëkate dhe duke qenë jo i penduar për mëkatet që i bën, të cilat mëkate janë shkak që të dënohet për ato mëkatet, thot Imam Ahmedi, fa amru ila Allah. Çështja e tij është tek Allah. Insha adhabahu wa insha ghafara lahu. Nëse don e dënon Allahu azza wa jall, dhe nëse don Allahu ja fal atij. Do mëkatari i madh, çfarëdo që mëkatet madh edhe vrasjen e se ban, është në dëshirën e Allahut. Edhe nëse vrasja, edhe nëse bën mëkate të mëdha përveç shirkut, kufrit, nëse bën Allah kufrin dhe shirkun se fal. Të gjitha mëkatet pos shirkut dhe kufrit, Allahu azza wa jall i fal. E ditën e gjykimit për asnjë s'mund me thonë për shembull se ai është zjarr i xhenemit. Para as për besimtarët s'mund të thonë se është në xhenet. Po ne shpresojmë për të mirin edhe kemi frikë për të keqin. Ne shpresojmë për të mirin, që i bën punë të mira, a mëkatorin e madh që mëkatet më dhoja, kemi frikë aton se do të dënohet, por përsëri themi se ai është në mëshirën, në dëshirën e Allahut. Inshallah, nëse don Allahu e dënon, dhe nëse don Allahu azza wa jall ja fal. Disa argumente prej Kur'anit
edhe prej sunetit. Allah thot në Kur'an, në surën Bekara 178, ja alladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl. O ju besimtar që keni besuar, u është bërë obligim ekzekutimi për vrasjen. Pra të ekzekutoni atë personi që bën vrasje. El hurru bil hurr, i liri vritet për të lirin. Nëse ne i lira, njëri i lirë, nuk është rob, e vret, ai vritet. Wal abdu bil abd, robi, nëse e vret një rob, vritet për robin. Wal unsa bil unsa, edhe vajza për vajzën. E çfarë është domethënë argumentimi me këtë ajet? Si argumentoj me këtë ajet? Thot inna Allah khataba al-qatil wa nadahu bi nida'i al-iman. Allahu qatilin e ka thirr, e ka quajt me emër të imanit. Ai është qatil. Allahu thot ja alladhina amanu, o ju që keni besuar. Vrasin e ka quajt, më thonë se ka iman ata. Ma irtikabil kebire el qatl, edhe pse e ka bërë me katën e madhe ka vrarë, Allahu s'ka thonë o ju kafira, që e keni vrarë, ti që e ke vrarë, o ju besimtar. Wa aidan faqad samma Allahu al-qatil akhan lil maqtul, Allahu e ka quajt vrasin vëlla e ka quajt. Wal ikhwa al maqsuda huna ikhwatu ad-din, dhe këtu është për qëllim vllazit në fe. Wa qawlu ta'ala, edhe argumentin dytë është fjala Allah Azza wa Jall në suratul Hujurat, ajeti 9, wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Nëse di grupe prej besimtarë, që mu'minë e qunë Allah, vritën në mes veti, bëjni islah në mesin e tyre, bëni përmirësues, mundoni që të përmirësoni ata. Faqad samahum Allahu mu'minin, Allahu i ka quajtur besimtar, edhe pse vritën mes veti, për shembull, di grupe musliman luftojnë mes veti, edhe këto i vrasin ata, ato i vrasin këto, kanë bërë vrasje, katël kanë bitë, Allah i quajtur mu'mina. Pra, wa in ta'ifatani min al-mu'minin, nëse dy grupe prej besimtarëve, domethënë luftojnë, fa aslihu bainahuma, bëni islah mesin e tyre, bëni përmirësim në mesin e tyre. Faqad samahu Allahu mu'minin wa ja'alahum ikhwa. Allah i ka quajtur besimtar, edhe thotë se janë vëllezër. Ragme l-iqtital, edhe pse kanë luftuar mes vetë, wa bughi ba'dhum ala ba'd, edhe pse ka pas urrëtie mes tyre, kanë vrarë, kanë dhënë gjakun, Allahu Azza wa Jall i quajtur mu'mina. Pra, ai që vret dikant nuk është kafir. Përveç se nëse thotë se vrasja është halal, e ka mohu Allah Azza wa Jall, është kafir. Ai është mëkatar i madh, ai është gjunaqar i madh. Allahu ka përgatitur dënim të madh, sikur që është në Kur'an apo por ne themi se aja është fi meshijetillah, aja është në dëshirën e Allahut. Thania, min as-sunnati al-mutahhara, argument nga suneti i pastër, bismillah, i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam, ta'alu bayi'uni ala alla tushriku billahi shay'a. I dërguari i Allahut i thot, e janë i thot, dhe ma jepni besën se ju nuk keni mi bo shok Allahut Azza wa Jall. Wala tusriqu, mos vidhni. Wala taznu, mos bëni zina. Wala taqtulu auladakum, mos i vritni fëmijët tuaj. Ajeti është min imlak, prej frikës, më thonë varfërisë, përpara i kanë mitë fëmijët apo se mos japin ushqimin, wala ta'tu bi buhtanin taftarinahu bayna aydikum wa arjulikum, dhe mos vini me shpifje, mos vini me shpifje që të trilloni atë që është mes durve tuaja dhe këmbëve tuaja. Këtu ju drejtohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam grave, të cilët thotë mos bëni zina, me dikant tjetër, e pastaj të bëni iftira se kjo është evladia, kjo është kuptimi i kësaj thënie. Po, që të trilloni atë që, domethënë, të trilloni mes duarve tuaja edhe këmbëve tuaja. Mos bëni shpifje. Buhtan. E kjo është për qëllim, thonë, mos bëni zina me tjetër kënd, e pastaj të bëni iftira, thonë kjo është evladim, ka shumë raste kështu, subhanallahu. Pra është kanë dalë ato mjetët që e bëjnë atë gjakin apo ADN-n edhe e vrejnë ashtu është ato. Wala ta'suni fi ma'ruf, mos më kundërshtoni mua në punë të mira.
kur ju urdhnoj në punë të mira, mos më kundërshtoni. Faman waffa minkum fa ajruhu ala Allah. Thot, kush e realizon këtë që ju thash unë, për largohet për këtive mëkateve, shka i përmenda prej shirkut, prej vjedhjes, prej zinaz, prej vrasjes, prej iftiras, prej, dhe më thonë, edhe nësi, më thonë, mbindeni mu, thot, shpërblimin e ka të Allah. Shire, faman waffa minkum fa ajruhu ala Allah. Kush e realizon këtë që, më thonë, këtë besimin që ma keni thonë mu, thot, shpërblimi e keni tek Allahu. ومن أصاب من ذلك شيء فأوقب في الدنيا فهو كفارة له. Atë që e godet diçka në këtë dunja, për shkak të mëkatit që ka bërë, për shkak të mëkatit vëllezër, neve Allahu na sprovon me sprova të, domethënë na sprovon me sprova. Është ajeti. ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. Çdo musibet, çdo fatkeqësi që ndodh është për shkak të durve tuaja që kanë vepruar. Wa yafu an kathir, edhe Allahu shumë ja fal. Sigur Allahu na kish dënuar për çdo mëkat që e bëjmë, më thon ishim shkatruar na atë. Allahu na fal shumë. A pak në disa gjëra për shembull, disa mëkate kur i bëjmë, Allahu na sprovon atë. E kjo është për shkak durve tona që kanë punuar. Edhe kjo është këtë qëllim e ka kjo pjesë e hadithit. Wa man asaba min dhalika shay'an fa uqiba fi dunya. Kush goditet me ndonjë fatkeqësi në këtë dunjë, do të thonë, kush bën një mëkat në këtë dunjë, goditet në këtë dunjë, thotë. Fa huwa kafaratu lahu. Kjo është shpagim për ta. Do të thonë, ai që dënohet këtë dunjë, Allah ja fal. Në dunjë, në ahiret nuk dënohet. Wa man asaba min dhalika shay'un fasatarahu Allah fa amru ila Allah. E kush bën një mëkat për mëkateve, edhe Allahu ja mbulon fa amru ila Allah, thotë pejgamberi. Çështja e tij është tek Allahu. In sha'a aqabahu, çfarë pejgamberi? Kjo është akide e ehli sunnet. Nëse don Allahu e dënon, wa in sha'a afa anhu, nëse don Allahu azza wa jalla ja fal atij. Qala fa bay'nahu ala dhalik. Fa ne thot ja dhan bej'an pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë çështje. E kjo është argument, domethënë se pejgamberi asam ka treguar vëllezër se kush ban mëkate të mëdha, çështja është tek Allahu. Nëse don Allahu azza wa jall e dënon në ahiret, nëse don Allahu azza wa jall ja fal. Toneti. Hadha wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.